Moti ekstrem ka goditur këtë të mërkur pjesë të mëdha të Greqisë duke shkaktuar pasoja të rënda me njerëz dhe infrastrukturë. 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e erërave të fuqishme dhe rreshjeve të lendura të shiut që përmbytën rrugë, bllokuan lëvizje dhe pezulluan transportin detar. Ministri i çështjeve njoftoi se një punonjës si rojes bregdetare humbi jetën në krye të detyrës në qytetin bregdetar të Astrosit në Peloponezin lindor. Sipas autoriteteve, ajo godit për vdekje nga një dallgë fort teksa po kërkonte peshkatarëve vendas të largoheshin nga zona për arsye sigurie. Disa orë më vonë, televizionet shtetërore grek RT raportoi se një viktim të dytë në periferi të Athinës, në Glyfada, një grua humbi jetën pasi u përplas me një automjet i rrëmbyer nga ujërat e përmbytjes, ndërsa rreshjet intensive kishin dalë nga kontrolli. Sipas meteorologjisë, stuhia solli erëra që në disa zona i kalua 100 km/h, ndërsa në një pjesë të Athinës ka rënë një sasi shiu e barabartë me rreshjet e 6 javëve. Për shkak të rrezikut, autoritetet vendore mbyllën shkollat në kryeqytetet si dhe në disa rajone të perëndimit dhe jugut të vendit. Situata e rëndë ka ndikuar edhe në agjendën qeveritare pasi kryeministri ka shtyrë një udhëtim të planifikuar drejt Forumit Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës. Greqia është përballur shpesh vitet e fundit me përmbytje vdekjeprurëse, ndërsa ekspertët kanë ngritur vazhdimisht alarmin për nevojën e përmirësimit të infrastrukturës, veçanërisht në zonën e gjerë të Athinës, e cila përshkohet nga 10 rrjedha ujore të mbuluara nga urbanizimi i pakontrolluar.